Operacioni policor Koordinata po vion në të gjithë qarkun e Shkodrës me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave të kultivimit të bimëve narkotike, që prej nisjes së tij deri më sot ai ka dëshmuar se mbjedhja e lëndëve narkotike edhe këtë vit është në nivele të larta në një pjesë të madhe të fshatrave të territorit të qarkut të Shkodrës, që përfshin të 5 bashkitë. Në 24 orët e fundit, policia ka raportuar se në total ka gjetur dhe asgjësuar 1408 bimë të llojit Cannabis sativa. Si rezultat i kontrolleve, Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës dhe komisariatet në varësi e përqendruan punën të shtrirë në territor në disa njësi. Në Velipoj në fshatin Gomsiqe u gjetën 130 bimë të dyshuara Cannabis sativa. Gjatë kësaj ndërhyrje, policia arriti të kap në flagrancë dhe të arrestoi edhe një 34 vjeçar me inicialet DG, banues në fshatin Gomsiqe, i cili dyshohet se i ka kultivuar këto bimë, të cilat u asgjësuan me anë të djegjes. Ndërkohë në Vallën e Dejes, në territorin e njësisë administrative të Temalit, janë gjetur dhe asgjësuar 1278 bimë të dyshuara të llojit Cannabis sativa. Vion puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorit apo autorëve të kultivimit të këtyre bimëve. Në njoftimin e saj përshtyp, policia e shtetit thotë se operacioni anti-kanabis i koduar Koordinata do të vijojë me angazhimin e strukturave të policisë me aksionet në terren, si dhe monitorimet nga ajri me dron dhe helikopter.